Mjeku çuditë botën. Qershit trajtojnë këto 4 sëmundje, ja kush duhet t'i konsumojë menjëherë. Përveç shijes së tyre të këndshme dhe përmbajtjes së lartë të ujit, qershit janë një nga burimet më të pasura të fitoelementëve, vitaminave dhe mineraleve, të cilat do të luajnë një rol fantastik për rigjenerimin e organizmit. Studimet nxjerrin në parë rolin e tyre edhe në shumë funksione të organizmit, me një kontribut të rëndësishëm në mbrojtje dhe në antioksidant. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato rregullojnë edhe problemet e inflamacioneve dhe mbështesin gjithashtu edhe shëndetin tuaj kardiometabolik. Konsumi i tyre është shoqëruar me përfitime të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë këtu cilësinë e mirë të gjumit, lehtësimin e dhimbjeve muskulare dhe parandalimin e sëmundjeve kronike. Një porcion tipik i qershive është ekuivalent me rreth 85 gram, ose 12 qershi të mëdha, ose 24 qershi të vogla, duke i siguruar trupit këto element ushqimor: 27 kilokalori, 7 gram karbohidrate, 1 gram fiber, 1 gram protein, 0,2 gram yndyrë. Sipas udhëzimeve dietike, rekomandohet të konsumoni 2 deri në 3 racione me fruta në ditë, ku qershit janë një zgjedhje e shkëlqyer për shkak të vlerave kalorike edhe përmbajtjes së lartë të antioksidantëve. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qershive. Qershit janë të pasura me vitamina C, të cilat forcojnë në sistemin imunitar dhe veprojnë gjithashtu si antioksidant. Kaliumi, i cili gjendet te qershit, do të kontribojë në rregullimin e presionit të gjakut dhe funksionet më të mira të zemrës. Ato përmbajnë gjithashtu nivele të mira të antiocianinës, flavonoide dhe efektet e forta antioksiduese dhe antiinflamatore. Por çfarë shkakton ngjyrën e kuqe të qershive? Ngjyra e kuqe e qershive është për shkak të antiocianinës ose elementëve të cianidit 3,0-glukozit. Është një pigment flavonoid natyral, i cili grumbullohet në lëkurën e frutave gjatë pjekjes dhe siguron trupit gjithashtu shumë përfitime. Intensiteti i tij i rritjes ndërsa qershit piqen, ndërsa ngjyra e saj ndikon edhe në nivelin e pH-it, në nivelin e temperaturave dhe dritës natyrale, përveç rolit të saj estetik. Ato kanë efekte të mira antioksiduese, antiinflamatore, gjithashtu duke rritur edhe vlerat ushqyese të frutave. Prandaj konsumi i përditshëm i qershive mund të shoqërohet me uljen e inflamacionit dhe stresin e madh oksidativ, përmirësimin e cilësisë së gjumit për shkak të përmbajtjes natyrale të melatoninës, lehtësim të dhimbjeve të muskujve pas ushtrimeve intensive. Efektet e qershive në shëndet janë vërtet të domosdoshme. Studimet kanë treguar se konsumi i qershive mund të ketë efekte të dobishme në gjendje shëndetësore dhe patologjike, siç mund të jenë osteoartriti. Pirja e lëngut të qershive të tharta mund të ulë nivelin e proteinës C reaktive, një shënues i inflamacionit te njerëzit me osteoartrit, citon Eating Well. Ato përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin kardiovaskular. Konsumi i rregullt i qershive mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut dhe të përmirësojë gjithashtu profilin e lipideve. Ato mund të ofrojnë një rimëkëmbje më të mirë të shëndetit tuaj pas ushtrimeve. Konsumi i qershive para dhe pas ushtrimeve mund të zvogëlojë dhimbjet e muskujve edhe humbjen e forcës. Për më tepër, sipas një rishikimi dhe studimi klinik të vitit 2024, qershit kanë edhe efekte antiinflamatore dhe antioksiduese të rëndësishme në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Studimet e të rriturit e shëndetshëm dhe njerëzit me sëmundje kronike kanë treguar një zëri se konsumi 45-270 gram qershi në ditë për 2 deri në 4 javë mund të zvogëlojë ndjeshëm sënuesit inflamator dhe stresit oksidativ. Qershit, sipas Eating Well, do të ndihmojnë gjithashtu edhe në rregullimin e diabetit dhe peshës. Antiocianina dhe acidet fenolike që gjenden kryesisht te qershit rrisin ndjeshëm gjithashtu edhe insulinën, rregullojnë gjithashtu nevojën e glukozës, përmirësojnë funksionet e indit dhjamor, zvogëlojnë përgjigjen glicemike dhe konsumi i qershive dhe ekstrakteve të tyre ka efekte të mira në shëndetin tuaj.
Qershit kanë efekte të mira neurombrojtëse dhe psikologjike. Ato përmbajnë melatonin dhe flavonoide dhe qershit duket se përmirësojnë kështu cilësinë tuaj të gjumit dhe zvogëlojnë problemet e pagjumësisë. Ato përmirësojnë cilësinë tuaj të kujtesës dhe gjithashtu populatat e moshuara mund të përfitojnë shumë nga vlerat e tyre. Qershit mund të zvogëlojnë ndjenjën e ankthit edhe problemeve të ngjashme. Ato do të mbështesin edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Konsumi i qershive në dietën tuaj mund të shoqërohet me një ulje të mirë të kolesterolit të keq, rritjen e kolesterolit të mirë, gjithashtu përmirësim të funksioneve vaskulare dhe presionit të gjakut, sepse antiocianinat ushtrojnë efekte të mira kundër këtyre komplikacioneve. Qershit janë përgjegjëse edhe për të siguruar masa paraprake ndaj problemeve të alergjive dhe problemeve të ngjashme. Njerëzit me alergji ndaj polenit ose edhe bimëve të ngjashme mund të përjetojnë më pak shqetësime të tilla nëse shtojnë qershit në menun e tyre ushqimore. Gjithashtu qershit janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona që kanë probleme me tretjen. Konsumi i qershive mund të jetë i mirë për sa kohë nuk e teproni, por nëse i konsumoni përtej normës së lejuar do të kthehen në efekte të dëmshme për organizmin. Ndaj sigurohuni që të konsumoni qershit e freskëta për të marrë përfitimet e tyre dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen në vazhdimsi shëndetit tuaj. Qershit janë një nga frutat më të preferuar të këtij sezoni. Ato lehtësojnë dhimbjet e artritit, citoni Tinguell. Për ata persona të cilët vuajnë nga artriti do të lehtësojnë dhimbjet në dietën e tyre nëse konsumojnë qershit në mënyrë të rregullt, duke parandaluar edhe inflamacionet. Qershit gjithashtu ndihmojnë edhe në uljen e inflamacionit duke ulur sasinë e proteinave. Qershit janë një përzgjedhje shumë e mirë në luftën kundër bakterieve të këqija. Qershit ngjyrë të purpurt kanë antioksidues të fuqishëm që luftojnë qelizat të dëmshme. Ciadian është një antioksidues që pengon gjithashtu zhvillimin e qelizave të dëmshme. Siç e përmendëm, ngjyra e tyre e kuqe është edhe për shkak të antiocianinave që ato i përmbajnë me shumicë. Qershit do ju ndihmojnë të flini më mirë në mbrëmje. Nëse shtoni çaj në qershive në dietën tuaj, sigurohuni të merrni edhe përfitime më të mira në dietën tuaj. Nëse konsumoni çaj në qershive, do të flini më mirë në mbrëmje. Qershit gjithashtu përmbajnë element ushqyes mjaft të rëndësishëm që mund të mbajnë larg inflamacione dhe t'ju bëjnë të keni një gjumë më të shëndetshëm dhe më pak probleme të tij. Konsumi i qershive do të stabilizojë edhe nivelet e presionit tuaj të gjakut, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe duke parandaluar komplikacionet që ju kanosen. Qershit janë një burim shumë i mirë i kaliumit, i cili do të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut duke hequr qafe natriumin e tepërt në trupin tonë. Ngrënia e qershive në dietën tonë mund të ndihmojë gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të tensionit. Ato balancojnë kaliumin dhe natriumin në trup, duke parandaluar kështu hipertensionin që të krijojë edhe probleme të njëanshme. Shtimi i qershive në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Një filxhan qershie do të ofrojë më pak se 100 kalori. Kështu qershit kanë vitaminën B, siç janë tianin, riboflavin, vitaminë B6 dhe këto vitamina janë thelbësore për metabolizmin dhe për të kryer edhe një sër procesesh të tjera, duke rritur kështu nivelet tuaja të energjisë. Shtimi i qershive në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje të veçantë ushqyese për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e qershive në mënyrë të rregullt, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese. Qershit do të ofrojnë nivele të mira të vitaminës C, shumë të rëndësishme këto për mbrojtjen e organizmit edhe parandalimin e komplikacioneve. Vitamina C do të ndihmojë në prodhimin e kolagjenit. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në indet e reja duke ndihmuar organizmin të rigjenerohet më shpejt. Konsumi i këtij fruti në mënyrë të rregullt në dietat tuaja do të luajë një rol vendimtar edhe në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit. Sigurohuni të konsumoni qershi të freskëta në dietën tuaj duke ditur edhe anën pozitive që ato kanë.
Qershit janë në një përzgjedhje shumë e mirë në luftën kundër problemeve të kolesterolit, pasi do të ofrojnë avantazhe të mira shëruese për organizmin, duke mbajtur larg problemet e kolesterolit dhe duke rigjeneruar më mirë shëndetin tuaj. Fal antioksidantëve që përmbajnë, ato do të ndikojnë në nxitjen më të mirë të organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni t'i konsumoni qershit në mënyrë të rregullt, pasi do të ofrojnë një zinxhir të vërtetë ushqyes në mbrojtjen kundër komplikacioneve dhe rezistencës që ofrojnë organizmit tuaj. Ky frut është mjaft i mirë të konsumohet gjatë këtij sezoni brenda normës së rekomanduar. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.